Përshëndetje dhe mirë se erdhët në një video tjetër në këtë kanal, jeni në kanalin Shqiptar. Sot për të nisur pjesën e dytë e videos që do të na bëj për videove që do të na bëjnë për të qeshur. Do të testojmë sërish siç kemi testuar në pjesën e parë. A do të jenë ata për të qeshur apo jo? Do t'i shohim gjatë videos. Shpresoj që t'ju pëlqejë kjo video. Le të nisim menjëherë pa humbur kohë. Le të shohim videon e parë. Okej, ishte për të qeshur në fakt. Ishte për të qeshur, por mua nuk më bëre edhe shumë, por gjithsesi ishte për të qeshur. Sidomos edhe kjo tani që po shihni, është shumë për të qeshur. Ky fëmia që ulet në këtë karrige kaq të vogël. Janë disa video që me të vërtetë janë shumë qesharake. Gjithsesi do të vazhdojmë akoma. Tani po shohim dy djemt, dy babe birë pra, që po ecin në biçikleta të lidhura, ndërkohë djali tani do të bie me shumë siguri. Gjithsesi do ta shohim një herë deri në fund të shohim përfundimin. Okej, është e vështirë për të ecur me pak fjalë dhe ja tek ra. Okej, nuk i shkojnë mbar, ndërkohë edhe u vra. Nuk e kuptoj se çfarë ka për të qeshur në fakt kur është duke mbajtur një vllajn apo çfarë ka ky djali. Këtu do të rrshqas me shumë siguri dhe do të bie. Okej, nuk e përfunduam deri në fund atë video, e lan me aq. Okej, kjo ishte shumë e frikshme, por edhe për të qeshur, sepse të reagoj ashtu kali nuk isha parë asnjëherë, gjithsesi. Okej. Video të bukura që kanë fani qesharake, se po flas pak anglisht, ndërkohë që nuk jam aq shumë i mirë dhe ndërkohë ky zëri që është shumë i lartë, por ta ulim pakës. Ja pra kur ushtrohesh shumë, ç'a do të thot. Mund të sulmosh edhe veten. Okej, kjo ishte për të qeshur në fakt. Deri tani janë duke më pëlqyer videot që kanë qesharake, tamam, jo si radhës tjetër, pra në pjesën e parë e cila nuk ishte as pak qesharake, do të thoja. Gjithsesi këtë pjesë e pas kemi qesharake. Okej, edhe kjo shumë qesharake. Se ku i shkon mendja fëmijës. Edhe kjo qesharake. Dhe mënyra se si qesh kjo vajza që nga qesharake në fakt. Përveç flokëve që pas ka një model super të kanë shumë dhe bukur. Deri më tani videot janë duke më pëlqyer, por gjithsesi do të shohim sepse kemi akoma shumë video për të parë. Janë bërë vetëm 4 minuta që se kanë nisur kjo video. Kemi akoma kohë. Okej, edhe kjo qesharake. Dam tani video shumë të bukura po më duken. Okej, kjo nuk është se ishte allatë shumë, por gjithsesi disa dhe mund të bëjë për qeshur.
Okej, kjo po që është qesharake. Qojmë pak se çfarë do të ndodhi këtu. Kjo qen ka edhe për të qeshur, por edhe pak e shpifur. Për ta parë. Shpresoj që deri tani video të jetë sa më argëtuese, por edhe në vazhdim. Okej, këtu pak frikë. Po, është pak e frikshme, për ata që e përjetën nga afër normalisht. Okej, s'po shohim shumë, nuk e di se çfarë. Do gjithsesi. Në qoftë se ndonjë video është sa do pak qesharake, pse jo mos bëjmë edhe ndonjë dënim me ndonjë kombinim të çuditshëm. Po, ndoshta edhe mund ta bëjmë se ky zëri duhet kontrollohet her pas here. Nuk e di jam keni dëgjuar deri më tani, por gjithsesi, ta ulim pak një herë, të dëgjohet. Kam hallin që të më dëgjoni edhe mua, por edhe audion e video, sepse edhe unë jam duke folur disa gjëra të rëndësishme. Okej. Pra edhe vetë aktorët që i bëjnë këto video i bëjnë për të qeshur në fakt. Edhe vetë aktorët. Se me shumë siguri këto janë të pritura normalisht. Kjo po që është për të qeshur. Sa të bukur që kanë këto pinguinët, si njerëz krejtësisht duke ju afruar. Kjo po që është për qeshur, kjo. Okej, video qesharake për mua, që nga në video të bukura qesharake. Dhe me të vërteti pas kam gjetur shumë mirë. Të shohim pra se çfarë do të ndodhi deri në fund. Okej, edhe kjo e bukur si video. Video trëmbë se pak, por edhe qesharake njëkohësisht. Kjo që po shohim tani. Do t'ishte shumë bukur
Sikur këto video qesharake të bëheshin edhe nga shqiptarët në Shqipëri, që ti kuptoni normalisht se çfarë flisnin. Ok, jemi duke afruar fundit të kësaj video, por akoma kemi kohë dhe një minutë apo 2 minuta maksimumi. Dërmë tani po më duken video për të qeshur qesharake. Gjithsesi shpresoj që edhe juve t'ju kenë pëlqyer dhe t'ju kenë bërë për të qeshur në këtë video. Ok, edhe kjo është shumë video për të qeshur. Edhe kjo për të qeshur, video qesharake tamam. Ok, tashmë jemi nga fundi i videos, kështu që unë nuk po e zgjas edhe më shumë, por po e mbyll me njëherë video. Një falenderoj shumë për vëmendjen tuaj. Shpresoj që të ketë pëlqyer kjo video, sepse për mua ishte shumë e bukur, shumë e këndshme. Shpresoj që të vijë edhe një pjesë tjetër e kësaj videoje, por me një dënim në qoftë se qeshim. Shpresoj që së shpejti do të kemi një pjesë. Gjithsesi nuk ja premtoj, sepse nuk e di a do ta kemi sërish. Sepse kam disa plane tjera me disa video të tjera, ta ulem pak zërin që të më dëgjoni se çfarë flas, dhe ndërkohë që unë po flas ju shihni dhe shijoni edhe këto video qesharake. Ndërkohë unë ju falenderoj pra shumë për vëmendjen tuaj. Bashkë më takofshim në videon e radhës dhe atëherë mirupafshim.